Klubi i futbollit Shkëndija, tani më plot një javë, është duke zhvilluar stërvitje intenzive nën urdhërat e trajnerit Jeton Beqiri, në kuadër të përgatitjeve për garat e fazës së parë të Ligës së Kampionëve, por edhe për sezonin e ri 2025-2026. Ekipi televizionit Koha ishte i pranishëm në seancën stërvitore dje pasdite, ku mori prononcimin e trajnerit Jeton Beqiri dhe kapitenit Besart Ibrahimi lidhur me punën e ekipit gjatë fazave përgatitore. Patjetër, ne duhet të përgatitemi fillimisht për garat evropiane, pastaj normalisht kompletimin e skuadrës edhe për kampionatin e Maqedonisë. Unë jam i kënaqur me angazhimin e futbollistëve, të cilët nga dita e parë në çdo stërvitje japin maksimumin dhe punojnë me shumë korrektësi. Sipas planit të stafit teknik, faza e dytë do zhvillohet në Sloveni, ku edhe do zhvillojnë disa ndeshje kontrolluese. Në ditën e premte në mbrëmje, ekipi udhëton për në Sloveni. Atje do qëndrojmë 15 ditë dhe përveç seancave të rregullta dhe punës që do bëj skuadra, ne do kemi edhe 4 ndeshje kontrolluese me skuadra shumë serioze, të fuqishme. Dhe besoj që me anë të punës dhe ndeshjeve të cilat do i kemi atje, ekipi do arrit mbri, dhe me thënë konkretisht formën për cilën ne synojmë para garave evropiane. Sa i përket lëvizjeve, më konkretisht prurjeve dhe largimeve, trajneri Beqiri tha se këto gjëra ndodhin në afatin kalimtar, por shpreson se kompletimi i ekipit kuqezi do të bëhet në kohë dhe me ndonjë emër të njohur. Është koha ku disa futbollistë u ka skadu kontrata dhe në kryesi e klubit bisedon me çdo njërin nga ato për vazhdimin e kontratës. Normalisht që me dikën të arrihet marrëveshja, dikun të nuk arrihet, këto janë pjesë të punës. Kryesia e klubit i ka shumë qartë dhe me thonë kërkesat që ne si staf kemi bërë për përforcimin e skuadrës dhe janë duke punuar që të plotësohen ato kërkesa dhe do zoti që sa më shpejt, për shkak se gjendemi në situatë ku ekipi është duke punuar, por jemi edhe në situatë ku futbollistët të cilët janë të lirë në treg, dhe me thënë pas skuadra, zakonisht në qershor taktizojnë, presin diçka për jashtë, por besoj që ato do bëjnë maksimumin dhe ekipi do jetë i kompletuar me kohë. Edhe në sezonin e ri, kapiteni Besart Ibrahimi pritet të jetë shtylla kryesore e ekipit kuqezi, si në garat ndërkombëtare, ashtu edhe në ato vendore. Ai për fazën e parë të përgatitjeve tha se është i kënaqur me ecurinë e punës dhe shpreson se në Sloveni do të përgatiten maksimalisht, ndërsa për forcimet eventuale tha presin për forcime të duhura. Normalisht që presin për forcim, tash punën e përforcimeve ka kryesia jonë, kështu që ja lejmë punën aty ne ta mbarojmë, ne të fokusohemi në punën tonë dhe përgatitet ekipa në mënyrën më të mirë. Sa i përket paraqitjeve në garat evropiane, kapiteni Besart Ibrahimi tha se puna e tyre është të japin maksimumin. Jona është të japim maksimumin çdo aspekt, kemi fat në short, edhe pse jo mos me hyrë në grupe se meriton ky klub. Ekipi i Shkëndijës nesër mbrëma udhëton për në Sloveni, ku nga dita e shtunë për 15 ditë me radhë do të zhvillojnë përgatitje me intensitet të lartë. Ndërsa ditëve në vijim, ekipi pritet të përforcohet edhe me ndonjë emër të njohur vetëm e vetëm që skuadra të ketë paraqitje dinjitoze në garat evropiane, por edhe në kampionatin e ri.